Së pari, duhet falënderoj përzemërsisht edhe njëherë administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Tani, dy gjëra do të theksoj. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë se nuk është në listën, është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hyjnë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Familjarët e tij. Dhe personat tjerë që s'kan lidhje me mua janë. Po. Tani, edhe djeja u theksova. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata. Shpallja non grata bëhet, bazohet në konvent të Vjenës. Kurse dezinjimi për mos hyrje në territorin e Shteteve të Bashkuara ka në bazë një ligj të Kongresit Shteteve të Bashkuara, pra është ligj i brendshëm. Këtu jemi të qartë. Pse është bërë kjo ngatresë? Është bërë kjo ngatresë sepse për shumicën e njerëzve e marrin të tillë dhe unë nuk kisha normal të angazhohesha në betejë semantike në një kohë kur unë po angazhohesha në thelbin e çështjes. Thelbin e çështjes. Thelbi i çështjes zotëri është ai që Departamenti i Shtetit deklaroi se Sali Berisha mund të hyjë në Shtetet Bashkuara dhe ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Pik. Së dyti, ky vendim nuk është vetëm për personin, por është dhe për familjen e tij. Çdo interpretim tjetër është i atyre që kërkojnë të ushqehen me mashtrimet e veta. Nuk kam bërë asnjë lloj kërkese për asnjë lloj rrethane shtetësore apo tjetër siç duhet të mashtrojnë ata që ushqehen me gënjeshtat e tyre. Kam bërë kërkesë, në gjykat kam shkuar, rast unik në historinë e planetit për këtë çështje dhe jam drejtuar instancave shtetërore pas ndryshimit të administratës. Nuk jam drejtuar para ndryshimit të administratës, ndonse unë kisha njohje personale, duke filluar nga kreu i asaj administrate tek punojës të tjerë. Por nuk kam bërë atë. Jo. Pra, kjo është e vërteta. Çdo interpretim tjetër, lexoni ato sqarime që ka dhënë Departamenti i Shtetit për një seri media shqiptare.